Historia e Franz Kafkës dhe Milenës filloi në vitin 1920, kur Milena, gazetare dhe përkthyese çeke, I shkroi Kafkës për të përkthyer veprat e tij në gjuhën çeke. Nga një letër e thjeshtë lindi një lidhje e thellë shpirtërore e mbushur me ndjenja, afërsi dhe mall. Megjithse largësia dhe rrethanat nuk I lanë të jetonin dashurinë e tyre plotësisht, letrat që shkëmbyen mbetën dëshmi e një dashurie të pazakontë dhe të pavdekshme në historinë e letërsisë. Franz Kafka dhe letrat e Milenës janë historia e një dashurie të shkruar përmes ankthit, mallëngjimit dhe heshtjes. Në çdo letër, Kafka I drejtohet Milenës me një ndjeshmëri të thellë, duke e kthyer fjalën në strehë për shpirtin e tij të trazuar. Në heshtjen e netëve të Pragës, Franz Kafka I shkroi Milenës letra që nuk ishin vetëm fjalë, por copëza shpirti. Letra Milenës mbetet një nga dëshmitë më të ndjeshme të dashurisë, ankthit dhe vetmisë në letërsinë botërore. Lidhja mes Kafkës dhe Milenës përfundoi mes largësisë, pasigurisë dhe gjendjes së rënduar shëndetësore të Kafkës. Megjithse dashuria e tyre ishte e thellë, ajo mbeti e pamundur të jetonte përtej letrave dhe takimeve të rralla. Kafka u largua gradualisht nga Milena, I pushtuar nga frika, sëmundja dhe ndjenja e pamjaftueshmërisë. Pas vdekjes së tij në vitin 1924, letrat mbeten kujtimi më I gjallë I një dashurie të brisht, por të pavdekshme në letërsinë botërore.